vëllezër, motra. Po du ta lidhi një marrëveshje mes meje dhe juve. Po kam dëshirë ta merrni këtë porosi. Hajde të bëjmë një test. Të gjitha gjunahet bani. Të gjitha gjunahet bani. Nuk është problem. Vetëm njërën ndalohe. Vetëm gënjeshtren. Nga sot, pra nga sonte. Vendosi vetës tane se nuk kime gënjy. Dhe unë të garantoj se asë një gjuna tjetër nuk kime ba. Nuk ka mundësi me e ba asë një gjuna në këtë botë pa shoqëru me gënjeshtre. S'ka mundësi. Sigurisht se gjunaj më i madh që i batë Allah është shirku. E shirku është gënjeshtra më e madhe. Sepse i thuhet Allahu xhalleshanuhu ki djalë ose i shoqërohet Allahu xhalleshanuhu zot tjetër pas tij. Pastaj krejt gjuna të tjera. Nuk ka mundësi njeriu me i vepru nëse nuk gënjen. Ose duhet me gënjy para, ose duhet me gënjy mrapa. Andaj, shumë është e thjeshtë. Kushdo që ka problem me çfarë do gjunojë që ka problem. Jepja besën Allahut se nuk i me gënjy. Unë të garantoj se asnjë gjuna nuk i me ba. S'ka mundësi me ba asnjë gjuna. E tilla është, Allahu xhalleshanu e ka ba shoqërues të gjitha gjunaheve gënjeshtren. Andaj pejgamberi kur ka fol për gjunahet, në moment të caktuar, ka fol për atë gjuna, ka fol për atë gjëmana, ka fol për atë gjuna, kur ka ardhur te gënjeshtra, ka qenë si një lloj pozicioni i shtrim është ngrit, edhe ka thonë ala wa qawlu zur. Fjala e rrajshme, gënjeshtra, derisa në moment caktuar ka thonë sahabët, sikur të heshte. Deri këtë shkallë. Andaj gënjeshtra është treguesi më i madh i zemrës së smur, i zemrës së papastër. Qoftë në raport me Allahun subhanahu wa taala, qoftë në raport me njerëzit. Po gjithçka që dim, për ka del gënjeshtra del nga gjuha. Dhe besimtari e kontrollon dhe e shtrëngon dhe e robron fuqishëm gjuhën në raport me gënjeshtrën, do të jetë i shpëtuar e do të jetë pastaj edhe në paqe me shumë gjunahe tjera.